Majoranca ka propozuar një paketë re ndryshimesh ligjore në kodin rrugor që synon forcimin e sigurisë në rrugë dhe uljen e aksidenteve përmes ashpërsimit të rregullave dhe penaliteteve për shkeljet pas ngjarjes në Durrës ku humbën jetën 2 fëmijë. Sipas draftit të propozuar nga socialistët Ulsi Manja dhe Erion Braçe, parashikohet ashpërsim maksimal për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Theksohet se në rastet kur një drejtues mjeti kapet mbi normën 0,5 gram për litër alkool në gjak dhe është përsëritur si një shkelje të mëparshme për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit, i hiqet patenta përgjithmonë. Shoferi i ri me vetëm 2 vite me patent nuk lejohet të drejtojë makinën pas mesnatet deri në orët e para të mëngjesit, pra mes orarit 24 deri në 6, pa pasur me veten në makinë një shoqërues që ka gjithashtu patent prej të paktën 3 vitesh. Gjithashtu për drejtuesit në vitin e parë të lejes së drejtimit, propozohet tolerancë zero për alkoolin gjatë drejtimit të mjetit. Ndryshimet përfshin gjithashtu edhe ndalimin e përdorimit të celularit për drejtuesit e biçikletave dhe motorëve elektrik.